Shqipëria, jo vetëm Saranda, por gjithë Shqipëria çdo vit pret vetëm rritje shifrash, rritje numrash, vizitorë më shumë të huaj, zgjatje sezonit turistik. Patjetër që në Saranda është mbretëresha e turizmit shqiptar dhe Saranda e fillon e parë dhe mbaron e fundit në gjithë bregdetin shqiptar, kështu që këtë vit veçanti kemi sepse për herë të parë Saranda ka po krijuar një bashkëpunim me një qytet të Rivierës franceze, sepse ndoshta ai ishte modeli Sarandës. Janë qytete si Mentoni, janë qytete që ngjajnë shumë me njëra tjetrën, që asojnë shumë si për nga natyra, si për nga bukuritë, si për nga mënyra, si nga deti. Dhe patjetër që neve kemi çfarë të marrim nga Mentoni dhe për fat të madh nënkryetari i Bashkisë Mentoni, që është një mik i madh i shqiptarëve, jo vetëm i Sarandës, vendosi që të bëjmë një marrëveshje me Bashkinë e Mentonit dhe një binjakëzim me qytetin e Mentonit dhe Saranda, ku për herë të parë ka sjellë dhe një delegacion për shefave më të mirë të kuzhinës franceze, për këtë ua them me plot bindjen, të cilët do të vinë këtu dhe do të krijojnë një bashkëpunim bashkë me shefat shqiptar për të kontribuar sadopak në rritjen e cilësisë së kulinarisë, që është një nga armët kryesore dhe të tregut shqiptar. Kështu që shpresojmë që këto ditë të kenë realisht zhvillime shumë të këndshme për qytetin e Sarandës, patjetër dhe për qytetin e Mentonit, të cilët me dashuri dhe me dashamirësi kanë zgjedhur bashkëpunimin me Sarandën. Les impressions, c'est d'abord beaucoup d'émotions. Parce que je connais l'Albanie, je connais le peuple albanais et je savais qu'il allait avoir cette hospitalité, cet accueil et cette chaleur. E njeh Shqipërinë, e njeh popullin që janë shumë shoqëror, familjar, edhe I pëlqen shumë. Même si je sais tout cela, edhe nëse I din gjithë këto gjëra, je suis toujours impressionné et j'ai le cœur rouge et noir à chaque fois que je viens ici. Jam gjithmonë I impresionuar dhe kam zemrën gjithmonë të kuqezi sa herë që vi këtu. Me lut, krokant, prezantojmë oktapodin me salë chimichurri, açuke të marinuara, edhe ceviche toni, tartar toni. Ne jemi pak larg dhe normalisht na duhet një reklam këtu në bulevard. Peshkut është një shumë I rëndësishëm për qytetin e Sarandës, veçanërisht edhe për restorantin ton. Është një mundësi e mirë për gjitha restorantet për të promovuar dhe për të ofruar produktet tona të veçanta. Në stendin ton ka produkte të veçanta të kulinarisë, veçanërisht produkte të cilat janë aspektin e gurmeve ose produkte të delikate të kuzhinës mesdhetare dhe tradicionale të peshkut. How is Saranda for you and your Saranda for us beautiful, amazing Saranda. Albania, love. I love Fish Festival. I love Fish Festival. Woo! I love it. Yes, just moment. Okay.
pak, ne mori një kryetarja, po ne duam na dalin një kemi probleme Tingulli i aparaturave elektronike që qishte hidroakustika. Shumë gjëra kanë të Bashim vokalin DJ të gjithë të parë, dhe pas të monitorit. Dhe vokalin